aktron po luan dhe po përdor një lojë shumë të shumtuar në drejtimin tim dhe në drejtimin e çdo banorit tu brenda. Se do ishte një tmerr i vërtet të mendoja që ajo është Gerta e vërtet. Por kemi akoma kohë për të parë, sepse 2 muaj nuk mund të aktrosh. Mund të aktrosh 1 javë, 2 javë, mund të fshihesh hajt më 1 muaj po s'fole siç nuk ka folur Aldua, që ka nejtë shu pa fol, dhe krejt pa pritma asnjë ditë zgjohet Laerti dhe jep një debat, dhe ditën tjetër është në nominim, shkon dhe puth Laert Vasilin, kupton se 2 reagime ka Aldo në këtë shtëpi dhe njerë që ka kacmuar Livia. Bona. Jo, more, I keq kuptim mas ta kena bash. Po cili keq kuptim? Unë them se frenat mes teje dhe Laerti du t'i mbash ti. Po fakti që Laerti më thotë, hajde tu, nuk do thotë që mua më drejton Laerti, ma. Laerti është Laerti, Bona është Bona. Laerti është Lesi. Jo, nuk është fare Lesi. Jo, nuk ta të lëroj fare. Laerti është Laerti. Po që të ka bërë Laerti ty, ma? Që ke me Laerti? Ai është pa pik karakterin loj, është i pa burë me sjellën që bën ndaj teje. Po qa më bën, ma? Tallet me ty. Çfarë më bën, mo Jozi? Pse tallet me mua, ma? Pse tallet me mua, ma? Dhe jam i sigurt diçka. Për çfarë je sigurt? A mendon që unë nuk kam mend kry? Ti. A mendon që unë jam... Shumë besim, po më duket pak sikur ta ka vendosur një perde zemra. Po cilën perde, ma? Një perde që ti ke, se ke atë guximin që të flasësh, ti ta thush tamam, ti marrësh ti orë frenat në dorë. Ore, po unë isha në debatin tim, ai ju përmend emrin dhe u fut. Ju përmend emrin dhe ju fut dhe është e drejta e tij. Edhe ne jemi një lojtari, nuk më drejton mua. Atë e drejton ajo. Jo, nuk më drejton fare mua. Po, beso. Ne, ai do futet kur ti përmendet emri i tij. Se mu nuk është çuna njerë Laerti në këtë shtëpi për të më mbrojtur. Ai të mbron. As ti, as Laerti, as kërkush nuk ta mbrojt. Ai të drejton ty. Kush më ke mbrojt ti se më ke shoqe? Jo, unë të mbroj edhe të mbroj edhe të mbroj. Të më mbroj Laerti tani, që po thua? Sa herë dush të mbroj, sa herë të kesh nevojë, edhe po të mbroj, kjo mbrojtja është, po të them hap sytë se nuk je mirë. Mos ja lejo. O, Jozi, po të lutem, mo tani, edhe njerë po ta shpjegoj. Ti ishe prezent aty.